Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandr Nikolovski dhe zëvendësja e tij Katrina Zekolli Shaqiri kanë qëndruar sot në Bullgari, ku me ministrin e transportit të Bullgarisë, Grozdan Karajov, kanë nënshkruar marrëveshjen për tunelin hekurudhor ndërkufitar në korridorin 8 në stacionin hekurudhor të Gueshevës. Siç njofton Mia, Nikolovski ka theksuar se janë fuqimisht të përkushtuar në ndërtimin dhe modernizimin e korridorit 8, një nga korridorët më të rëndësishme të transportit transeuropian me rëndësi strategjike, ekonomike dhe gjeopolitike për të gjithë Ballkanin dhe të gjithë Evropën. Marrëveshja është ndër gjeneratave në të dyja anët e kufirit, diçka për të cilën kemi lexuar, diçka që na është mësuar kur ishim fëmijë, se të dy shtetet, dy kryeqytetet, Sofia dhe Shkupi, duhet të lidhen me një linjë hekurudhore. Ndërkaq, sipas ministrit bullgar, kjo ditë është e jashtëzakonisht e rëndësishme, pasi siç tha, me këtë po përmbushin një ëndër të shumë gjeneratave. Po hapim, por inovojmë një hekurudhë që është më shumë se 100 vjeçare, patëm nderin me Nikolovskin të realizojmë këtë projekt. Marrëveshja për përgatitjen, ndërtimin dhe funksionimin e tunelit, një pikë ndërkufitare e dy shteteve në korridorin 8 për lidhjen direkte hekurudhore Shkupe dhe Sofje, u nënshkruan në praninë të përfaqësuesve të Komisionit Evropian, NATO-s, SBA-s, Bankës Evropiane Investuese, Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Bankës Botërore. Në ceremoni mori pjesë edhe ambasadorja e SBA-s, Angela Ageler. Gjatësia e projektuar e tunelit është rreth 2.4 kilometra, 1189 metra në territorin e Maqedonisë dhe 1193 metra në territorin e Bullgarisë.